Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për Qarkun e Vlorës, Bujar Leskaj, ka zhvilluar 2 takime të veçanta në zonën e Novoselës, por edhe në fshatin Velç. Në njësinë administrative Novosel, Leskaj i shoqëruar nga kandidati për deputet në këtë zonë, Romario Meminaj, por edhe Artir Doxha, kanë zhvilluar një takim me banorët e rinj të kësaj zone. Leskaj në fjalën e tij është ndalur tek disa problematika të zonës së Novoselës, si mungesa e ujit, infrastrukturës, probleme me subvencionet dhe certifikatat e pronësisë, teksa ka garantuar se njësia administrative Novosel do të jetë prioritet për Partinë Demokratike. Ai ka shprehur mbështetjen që kjo zonë duhet japi kandidatit të saj për deputet, Romario Meminaj, si një i ri, profesionist, djali i kësaj zone dhe përfaqësues dinjitoz i zonës në Kuvendin e Shqipërisë. Të dashur vëllezër, në këtë fushat, në këto ditë që kanë ngelur, duhet të kontribuojmë të gjithë, duhet të japim të gjithë maksimumin. Ne duhet të votojmë të rend, të votojmë Partinë Demokratike, koalicionin Aleanca për Shqipëri Madhështore, të votojmë Romarion të bindur se vetëm PD-ja, Romario, gjithë ekipi kandidatëve tjerë do të japin zgjidhje problemeve tona që 12 vjet Rama nuk i ka zgjidhur. Të gjithë ne do jemi shërbestar të zonës, të banorëve të zonës, të problematikave që ka kjo zonë, duke filluar nga marrja certifikatave të pronësisë, që do merren pa diskutim ata që i kanë në përdorim, duke filluar nga ndërtimi i rrjetit të rrugëve, të furnizimit me ujë, duke filluar nga zgjidhja e problemeve suporte për ato fermat e vogla që ju keni, që ka nevojë për zhvillim, dhe projekti më madhor që ne kemi për zonën dhe përpjekja shndrimi i Novoselës në bashki do jetë një hap i madh, hap galopant për gjithë zonën, për banorët e Novoselës dhe banorët e gjithë njësisë administrative tonë, dhe do jetë një bashki e re, por do jetë një bashki që do ketë një progres shumë të shpejt. Kandidati për deputet Romario Meminaj, përfaqësuesi PD dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore për njësinë administrative Novosel, ka theksuar rëndësinë e këtyre zgjedhjeve, si dhe ju ka bërë thirrje banorëve të Novoselës për të votuar masivisht numri 1 dhe Partinë Demokratike në 11 maj. Dalim të gjithë në 11 maj të votojmë ndryshimin, të votojmë Partinë Demokratike. Një tjetër takim i veçantë ka qenë i zhvilluar në fshatin Velç të Bashkisë së Selenicës, ku në këtë takim nga ekipi i Partisë Demokratike është prezantuar kandidati për deputet, zoti Artan Liçaj.